Kartelet shqiptare në Amerikën Latina kanë marrë vëmendjen e botës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka qenë ministri e punëve të jashtme të Ekuadorit, Gabriela Sommerfield, e cila ka përmendur me emër kartelet shqiptare bashkë me ato meksikane Sinaloa dhe Jalisco Nueva Generación. Mediat e huaja shkruajnë se Sommerfield bëri thirrje për reformë të sistemit shumëpalësh për të adresuar sfida reale me të cilat përballen vendet më të zhvilluara, veçanërisht kërcënimin e krimit organizuar, tranzicionin si një rrezik për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Multilateralizmi duhet të evoluojë për t'u përgjigjur kërkesave aktuale të njerëzve dhe për të përballur me kërcënimet e reja, tha Sommerfield, e cila përfaqësoi presidentin Daniel Noboa në Asamblenë e Përgjithshme në Kombet e Bashkuara. Sommerfield argumentoi se koncepti i paqes dhe i sigurisë ndërkombëtare duhet të zgjerohet për të përfshirë krimin organizuar transnacional, një fenomen që minon qeverisjen, nxit korrupsionin, përjeton dhunë dhe gërryen perspektivat për progres. Këto organizata shkaktojnë pasoja ekonomike, politike dhe sociale të ngjashme me ato të konflikteve të armatosura ndërkombëtare, nuk po flasin për bandat lokale, por përkundrazi për rrjetet dhe zinxhirët logjistik ndërkombëtar që lëvizin mijëra tonë drogë, shfrytëzojnë minierat ilegale, trafikojnë armë, njerëz dhe madje edhe organe njerëzore, denoncoi ajo në New York. Sommerfield theksoi se presidenti Noboa e shpalli Ekuadorin një konflikt armatosur jo ndërkombëtar në fillim të vitit 2024 me qëllim frenimin e përshkallëzimit të paparë të dhunës së lidhur me krimin e organizuar. Ky vendim çoi në klasifikimin e bandave kriminale si grupe terroriste, duke përfshirë organizatat e lidhura me kartelet meksikane, Sinaloa dhe Jalisco Nueva Generación dhe mafian shqiptare me Europë. Pa e kërkuar për shkak të afërsisë me vendet kryesore prodhuese të kokainës në botë, Ekuadori është në vijën e parë të betejës kundër krimit të organizuar, tranzicionit dhe po zhvillon një luftë ekzistenciale kundër narkoterrorizmit, tha zyrtarja. Ministria deklaroi gjithashtu se vendi ka bërë përpjekje dhe burime të jashtëzakonshme për të mbrojtur sigurinë dhe për të vënë qytetarët në vend të parë, duke arritur një rekord prej 294 tonësh të konfiskuara droge në vitin 2023. Sommerfield përmendi gjithashtu referendumin e promovuar nga kreu i shtetit për të reformuar kushtetutën, i cili përfshin mundësinë e lejimit të krijimit të bazave ushtarake të huaja. Reforma do të lejojë vendeve të tjera të ofrojnë pika strategjike që mund të përdoren për të kontrolluar dhe monitoruar aktivitetet kriminale në dobi të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, tha ajo. Ajo u prit në sallën e OKB-s nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Gutierrez, dhe më pas zhvilloi takime me përfaqësues të Paraguajt, bllokut evropian dhe mori pjesë në takimin e SBA-s të quajtur shpërndarja e organizatave kriminale transnacionale dhe hemisferën perëndimore.